Ekziston një pjeqe kjo përshkon të gjithë. Biblan pa marre kurre një përgjigje të thjeshtë. A ishte e mundur të flasesh me tev dhe kurit? Nga shpellat e endorit të tempusht e Babilonise. Njerëzimi ka kërkuar gjithmonë të grise velin kë. Ndante gjallet nga ata ke janë e larguar. Por hera e pare ke shkrimet tregojnë dike ke tenton kete ne mënyre eksplicite. Ai ke shfaket ne kender të skenes nuk ishte as nje prift pagan, as nje magjistari huaj. Shtengje grua Izraelite, e fshehur ne higje, duke praktikuar atë ke duhesta ishte që rengjosur nga toka. Para se te vazhdoni me videon, a dëshironi të forkoni që tentuash të luqes dhe të ndihmoni kanalin tonë të rritet. Kam përgatitur një material me mbi për fans luqe speciale për tëudha hekur. Klikoni në linkun e përshkrimit dhe ndihmoni projektin tonë të përhape fjallën e Krishtit. Per të kuptuar se si kjo grua u be simboli më i vjetër i okultizmit femeror në Bibel, duhet të ktheheni në fillim. Jo në fillim të shtrigeri se si praktike rituale, por në momentin kur fara e okultizmit mbol në zemrën njerëzore. Dhe ki moment ndodh këne fakete para tek Genesis, në një kopsht ku gjithçka dukesh e persosur. Mendoni skene. Adami dhe Eva jetojnë në bashkësi të drejt për drejte me Perëndin. Nuk ka vel, nuk ka distanse, nuk ka nevoje për ndërmjetësues shpirtërore. Krigjuesi e qeme ta nefladin e dites, bisedon balle per balle, zbulon vullnetin e tish pa enigma. Por ne kender të kopshtit eshte njepe me, dhe bashke me te nje premtim ke du të ndryshon të gjithçka, du të gjenisi Perëndia, duke njohur të miren dhe të keken. Venire se qfare ofron gjarpri. Nuk eshte nje rrit, nuk eshte nje magji, eshte diçka shume me e thelle. Eshte mundesi aperta e fituar njohuri shpirtërore të pavarur nga zbulesa hijnore. Tundimi original nuk përfshin kirinj, ratje magjike apo thirgje. Ai përfshin idene se kenia njerëzore mund të higje në dimensione shpirtërore, pa pasur nevojete kalogje permes autoritetit të Perëndise. Kjo eshte rëngja e të gjithë okultizmit kjo du të vinte me pas. Heva nuk ishte një shtrige, por ishte e para ke pranoj propozimin ke mbeshtet, qëru praktike okulte. Ekziston një rrugë, e shkurtër për njohurin e shpirtërore, ke nuk varet nga bindja ndaj krigjuesit. Kjo nga ai moment, njerëzimi du të mbante me veti këtë impuls. Kërkimin për pushtet mbite padukshme. Përpjekjen për të kontroluar forkat ke duhej vetem të besohej. Por midis e vez dhe grua se parete lidhur në mënyra eksplicite me magjine në shkrime, kalojnë shekuj. Generata të tëra linden dhe vdesin, për mbitja fshin token, Abrahami thirret, Mojsiu çliron Izraelin, të ne një pike të këti rrugetimi të gjate. Praktikat shpirtërore të ndaluara fillojnë të infiltrohen në mesin e populit të zgjedhur. Libri i ligjit të përterire, kapitulli të tembedjete. Para ket një liste të detajjuar të asaj kë Perëndia e konsideron të sigjete peshtire mes kombeve. Kushdo ke kalon gjalin, ose vajzen e ti në per zjar. Kushdo ke praktikon parashikimin. Kushdo ke eshte mbaresi, magjistar ose magjepses. Kushdo ke konsultohet me mediume, magjistare ose nekromante. Ndalimi eshte absolut. Teksti nuk le hapesire per gjashtime. Dhe arsjegja e parakitur eshte e drejt per drejte. Per shkak të këtire praktikave, kombet ke banonin në Kanaan po deboheshin para Izraelit. Konsideroni implikimin. Këto praktika nuk ishin shpikgje Izraeliti, ishin importe. Zakonet e përthitura nga popusht fkingje ke banonin në toke para pushtimit. Tekstit arkeologjike të zbuluara në Mesopotami dhe Egjipt konfirmojnë se ragjoni vlonte nga aktiviteti okult. Priftereshat thirnin shpirtra mbroshtes. Fara shikuesit leksonin melqite, e kafsheve të sakrifikuara për të parashikuar të ardhmen. Nekromantet pohonin se vendosnin kontakt me paraardhesit e vdekur. Ishte njëj treg shpirtërori gjalle, me mjera praktikues të shperëndare në qytete si Babilonia, Niniva dhe Memfisi. Izraeli duhej të ishte ndryshe. Kjo ishte pika kendrore e beselit gjes. Populli nuk do të kishte nevojë të kërkonte udhëzim të mediumet sepse do të kishte profetit e dërguar nga Perëndia. Nuk do të kishte nevojë për parashikues sepse do të kishte urimit dhe thumimit në pektoralin e krepriftit.
Nuk du të kishte nevoje per nekromante, sepse vete Perëndia du të zbulohej drejt permes ëndrrave, vizioneve dhe fjaleve profetike. Struktura shpirtërore e Izraelitu projektua per te eliminuar çdo nevoje per okultizem, por natyra njerëzore ralle pranon kufigj. Ecni disa shekuj per para de arrini ne periudhen, mbretërve. Izraelitani është nje monarki. Mbreti I pare, Sauli, u zgjodh nga profeti Samuel nën udhëzimin hinor. Një burre I gjate, mbreselenes, kë filloi rrugëtimin e tijme perule si të sinkerte. Kur u vajos, teksti thote se fryma e Zotit e pushtoi atë dhe se ai profetizoi bashke me një grup profetesh. Fillimi duke premtues. Por Sauli kishte një problem që do të bëhej fatal, ai nuk mund të priste. Gabimi I pare I madh ndodhi në Gilgal. Samueli e kishte udhëzuar mbretin të priste 7 dite derisa profeti të mberin të per të ofruar sakrifika para betejës kundër filistejve. Sauli priti, por kur dita e 7 po kalonte dhe Samueli nuk po shfakej, frika e pushtoi. Ushtaret filluan të dezertonin. Ushtria armike po afrohej, dhe Sauli vendosi ta bente vete sakrificen. Samueli mberriti fill pas kesaj. Kortimi ishte I ashper, ke vepruar si I marre, nuk ke zbatuar urdhërimin e Zotit, po ta kishe zbatuar, Zoti do ta kishte konfirmuar mbretërinë tënde për gjithmonë. Por tani mbretëria gjote nuk do të kendrogje. Gabimi I dite ishte edhe me I kek. Perëndia urdhëroi ke Sauli të shkatërronte plotësisht Amalekitet, duke përfshirë mbreten e tyre dhe tek gjitha kafshet. Sauli e fitoi betejën, por kurse u mbretin, agagde me të miren e bagetive, duke pretenduar se du të ishin per sakrifice ndaj Zotit. Samueli u përgjigj me fjale që bajnë gjehone ed hesot. Bingja eshte me emirese sakrifika, dhe dëgjimi eshte me emirese dëgjami I deshve, sepse rebelimi eshte si mekati I shtrigerise. Vini re krahasimin. Vete teksti biblik vendos një lidhje të drejt për drejtë midis mosbindjes të okultizmit. Rebelimi kundër fjales, se perëndise, të shtrigeria vendosen në të njëjtin nivel, jo sepse gjane praktika identike, por sepse linden nga I njëjta rengje. Refuzimi për të nënshtruar vullnetit hijnor, kë nga ai moment, frima e Zotit largohet nga Sauli, në vend të sajnje frima e lige fillon ta mundoje ate. Burrike fillo duke profetizuar mes profeteve tani jetoni për njëkur, nga shketesi me keve të muzika, e Davidit arrinti këtë soje përkohesisht. Mbreti eshte I izoluar shpirtërisht. Teme e kek gjande nuk ka ardhur. Sa kohe I duhet një njeriu të braktisur nga Perëndia për të kërkuar alternativa të ndaluara. Në rastin e Saulit, përgjigja erdhi kur filistejtë mbloden ushtrinë me të madhe të pare ndonjëherë kundër Izraelit. Teksti I librit të pare të Samuelit, kapitulli 28, përshkruan skenen me detaje kinematografike. Filistejtë fushuan në Shunem. Sauli mblodi tek gjithë ushtrina Izraelite dhe pozicionoi trupat e tij në malin Gilboa. Kur pa kampin armik, mbreti ngjeu diçka që e paralizoi, friket e telle. Dimensiononi situatë. Dekada konflikti kishin dobesuar Izraelin. Ushtria filiste kishte superioritet numerik, armatim me të mire pregjhekurit e moral të larte nga fitoret e fundit. Nga ana tjetër, Sauli komandonte trupat e demoralizuara, pa pranine e Samuelit, I cili kishte vdekur, dhe pa asnjë shenjë drejtimi hinor. Teksti thotë se Sauli u konsultua me Zotin, provoj endrat, heshgje, provoj urimit, heshgje, provoj profetet, heshgje absolute. Kjeli ishte mbyllur plotësisht, dhe kur të gjitha djert legjitime gjane të mbyllura, dhe ashperimi e shtin njeriun drejt djerve kë duhesh të mbeteshin të vullosura. Sauli u dangje urdher sherbetoreve të tëj, me kërkoni nje grua kë eshte medium, kë të shkoj të ka gjode të konsultoj. Foshoni dhe konsideroni peshen e kesaj fjali. Vete Sauli I kishte debuar mediumet të nekromantet nga Izraeli. Teksti e bente kartese kis pastrim ishte krijer nga mbreti në një momente me parshem të mbretërimit të ti, ndoshta në filim, kurende kërkonte të kenakte perendine, ai engjete ligjin. E dinte se ligji I perterire parashikonte vdekjen per kedo ke praktikonte keto arte.
dhe tani u kërkon të shërbetoreve të gjenin saktësisht atë që ai vete kishte ndaluar. Shërbetoret u përgjigjen. Ka një grua që është medium në Endor. Endori ndodhej rreth 10 kilometra nga kampi Izraelit, por rruga kërkonte kalimin nëpër territorin i kontrolluar nga filistejtë. Per të arritur deri atje, Sauli do të duhej rrezikonte jetën e tij në një udhëhetim natë. Duke anashkaluar ushtrinë armike, i maskuar per të mos u njohur, mbreti i Izraelit, i vajosur nga profeti më i madh i kombit, tani zvaritej në hije për të konsultuar një grua që ai vete e kishte kriminalizuar. A nderoj rrobat e tij mbretërore me rrobat e zakonshme. Më mbuloi fytyrën. Mori vetëm di burra të i besuar. Dhe unis kur errësira ishte e plote. Kështimi duhet të këtë zgjatur orët e tëra, që do tingull natë per fake sonte, rrezik per prite filiste. Që do hape afronte Saulin jo vetëm me Endorin, por me njëvije shpirterore që nuk duhej kaluar. Kur me ne fund arriten në shtëpinë e gruas, mbreti trokiti në diresi një i arratisur. Imaginoni skenen nga këndve shtrimi i saj. Një grua që praktikonte artet e ndaluara, duke jetuar i fshehur që kur mbreti kishte urdhëruar persekutimin e mediumeve, papritur në mes të natës, 3 burra të pangjohur shfaken duke kërkuar shërbimet i saj. Frika ishte e justifikuar. Ajo u përgjigj. Ti e di se çfarë beri Sauli, si i dëboj nga toka mediumet dhe nekromantet. Pse po me ngren një kurt, jetes si me per te me vrare. Ironia ishte brutale. Gruaja kishte frikë se do të ekzekutohej nga mbreti Saul, dhe nuk e dinte se vete Sauli ishte para saj, duke kërkuar saktësisht atë për të cilën ajo mund të vdiste. Mbreti u betua për Zotin se asnjë ndeshkim nuk do të binte mbi të. Përdori emrin e Perëndisë për të garantuar mbrojtjen e një praktike që Perëndia e kishte dënuar. Ajo pjeti, që dëshiron të bajte ngjitet. Sauli u përgjigj. Me bajte ngjitet Samueli, profeti që e kishte vajosur, njeriu i Perëndisë që e kortoi kur nuk u bind, zeri që përfakeson të drejtimin hijnor gjatë gjithë jetës së tij. I vdekur prej kakohesh, i varrosur në Ramah, i vajtuar nga i gjithë Izraeli. Dhe tani Sauli donte ta dëgjonte përsëri, jo përmes lutjes apo pendimit, por përmes nekromancisë. Ajo që ndodhi me pas kandare teologet per 3000 vjet. Teksti thoti se gruaja pa një figure që ngjitej nga toka. Ajo bertiti meze të lartë, me sa duket i tronditur nga ajo që e poshite. Dhe në ati moment, i kuptoj se klienti i saj ishte vetë mbreti. Pse me gengjeve ti je Sauli. Sauli u përpokta këtë sonte. Moski frike. Çfarë poshe? Ajo peshkroj. Shohnje keni hinore që ngjitet nga toka. Shtanje plak, dhe eshta i mbishqele me një mantel. Sauli e kuptoj se ishte Samueli. Dera përmbis me fytyrën e toke. Zerika erdhi nga ajo shfaqje nuk solli ngushelim. Pse me shketësove, duke me bere të ngjitem. Sauli shpjegoi situatën e tij të dëshpëruar. Filistejtë luftonin kundër tij. Perëndia ishte larguar. Nuk përgjigjej me përmes profeteve as përmes ëndrrave, dhe ai kishte nevojë të dinte se çfarë të bënte. Përgjigja ishte shkatërruese. Pse me pjet mua, nëse Zoti tashme ishte larguar prej të gjithë ishte bere, kundërshtari it, Zoti beri ashtu siç kishte thënë përmes meje, e shkulli mbretërin e ngaduart e tua dhe i adhate afermit tënd, Davidit, sepse nuk ju binde zerit të Zotit dhe nuk ekzekutove furinë e zemërimit të tij kundër Amalekut. Prandaj Zoti ta beri këtë sut, dhe Zoti do ta dorezoje edhe Izraelin bashkë me tine duart e filistejve. Dhe nëser ti dhe bite e tu do të gjeni me mua. Nëser ti dhe bite e tu do të gjeni me mua. Sauli ra mengjëherë për toke, ishtrire në të gjithë gjatësin e tij. Teksti thotë se mbeti shumë i tmerruar për shkak të fjalëve të Samuelit. Nuk kishte ngrënë asgjë gjatë gjithë ditës dhe gjithë natës. Fukite e lane plotësisht. Gruaja u afrua. Pas mbreti ishte në shok të telle, dhe beri diçka të papritur për dike që praktikonte arte të ndaluara, tregoj dëmshuri. Agjota, shërbetoria gjote të bind dhe rrezikoi jetën e saj duke bere atë që kërkove. Tani të lutem,
deg gjo edhiti sherbitoren tënde. Me lër të venje kope buke parategje. Ha, kë te kesh forse per udhatimin. Sauli refuzoi fillimisht. Tasi nuk du te hante, por sherbetoret I tij bashke me gruan insistuan, mene fundai u dorezua, ngrit nga toka dhe u ulne krevat. Gruaja kishtin gjevit të majmene shtepi. I teri shpejt. Mori mjel, ngjeshi dhe poki buke të pabrime. I sherbeu vaktin para Saulit të njerezve të tijë, ata hingrin, dhe unisen po atenate, që fare per fake son këgjo grua në refimin biblik. Hajo eshte figura e pare femerore e treguar në menyre eksplicite, duke praktikuar nekromansinë në shkrime. Gjonje e huaj nga popujt fkingje, por dikush ke jetonte brenda territorit të Izraelit, ne higjet e nje shokerie, kë zyrtarisht indalonte aktivitetin e saj. Teksti nuk zbulon emrin e saj, historina e saj të me parshme asesi me soj keto arte. Ajo ekziston në rrefim vetëm per kete takim specifik. Por prania e saj ngrepje që ke shkojgjene per te episodit të izoluar. Si imbigjetoj ajo persekutimit të urdheruar nga Sauli, sa praktikues të qere ekzistonin të fshehur në Izrael. A ishte teknika e saj vertet, e afte per te thirrur shpirtra, apo ajo ke ndodhi ate nate ishte në gjendjer hirgje. Mbina tirore ke asa gjove te nuk e priste. Pritmaj të merrit të gruas kuru shfak figura, I Samuelit suggeron se ndodhi diçka gjashtet e zakonshmes. Disa studiues argumentojnë se ajo ishte mesuar me mashtrime ose manifestime të vogla, dhe se shfaqja reale e profetit I surprizoi plotësisht. Të qere mbrojnë e ideni se Perëndia e legjoi kete manifestim, unik si forme per të shpallur gjykimin, per fundim të mbi Saulin, duke përdorur vete kanalin, e paligqem ke mbreti kishte kërkuar. Ka edhe nga ata ke interpretojnë skenën si një vizion subjektiv, pa pranin e literalit I Samuelit. Pavarësisht interpretimit teologjik, teksti biblik e paraket mediumin, e endorit si një pike referimi. Ajo eshte pika kur refimi biblik tregon karte se praktikat okulte ekzistonin brenda Izraelit, pavarësisht ndalimeve, dhe se në gjerezit e deshperuar u drejtoheshin atyre kur kanalet, legjitime, dukeshin të mbilura. Por Bibla nuk ndalet të kjo grua. Figura të qera femirore të lidhura me okultizmin shfaken pergja të shkrimeve, duke zgjeruar kuadrin. Jezebeli eshte ndoshta me njohura. Vajza e mbretit të Sidonit, ajo u martua me Akabin dhe prezantoi kultin e balit në Izrael në formit të institucionalizuar. Profeti Naum e akuzon atë per shtrigeri. Libri I dite, I mbretërve përshkruan ndikimin, e saj si kontaminim shpirteror, kë per hapi I dhujtarine, ne të gjite kombin. Jezebeli nuk ishte një praktikuese e fshehur në higje si mediumi I endorit. Ishte një mbretëreshe kë përdor të pushtetin e saj politik per të promovuar praktika kë ligji I mojësjut I denonte. Dallimi midis të dijave ishte dometenese. Gruaja që endorit operonte në klandestinite, duke ofruar sherbime të ndaluara per individete deshperuar. Jezebeli operonte në drite të djelit, duke e shënderuar okultizmin në fezirtare të mbretërise severiut. Njëra përfakeson okultizmin popullor, në ntokezor, të mbigjetësis. Qetra përfakeson okultizmin institucional, të sponsorizuar nga shteti, të imponuar nga lartë poshte. Në beselidjen e re, figura simbolike e babilonise merr karakteristika femerore të lidhura me mashtrimin shpirteror. Libri I Apokalipsit e përshkruan atë si një prostitutete dhe hurme gjakun e shenjtoreve të ulur mbi një bishe, duke mbajtur një kupe plot me gjera të peshtira. Teksti thote se të gjitha kombet u mashtruan nga shtrigerit e saj. Këtu, okultizmi nuk eshte me një praktike individuale apo edhe kombetare. Shtengje forse globale e gjoshjes shpirterore këtër hek mbreter, dhe popull larg se vertetes. Ki progresion zbulon se si Bibla e kupton zhvillimin e okultizmit, filon me tundimin në Eden, kumbilet, dëshira per njohuri të pavarur. Kalon permes praktikave individuale si ato të mediumit të endorit, shkalezohet në sponsorizim shtetëror si në rastin e Jezebelit. Dhe kulmon në gjoshgjen globale të përfakesuar nga Babilonia apokaliptike. Harku eshte rrites në shkale, por rëngja mbetet ingjeshte,
përpjekshën njerëzore për të hiren e pushtet shpirtëror pa në nështrim ndaj vullnetit hidnor. Te Sauli, çfarë ndodhi me te pas atij vakti në shtëpinë e mediumit. Haju këti në kampin Izraelit. U përball me filistejtet në sermen, dhe gjithçka ndodhi saktësisht siç kishte njoftuar Mesazi. Izraelitet i ken para armikut. Filistejtet ndokin Saulin të bite e tejgjne malin Gilboa. Jonatani, Abinadabi dhe Malkishua, tre bite e mbretit u vrane. Harketaret e arriten Saulin dhe e plagosen rende. Mbreti duke parese nuk kishte shpetim. I kërkoi shkitarit të tij ta vriste me shpate kë filistejta e paret prere të mos i torturonin. Shkitari refuzoi, i pushtuar nga frika. Atëherë Sauli mori shpaten e tij dhe u hod hambite. Burri kë filoi duke u vazhdosur nga frima, e perëndise përfundoi duke i marrë jetën vetes pasi, konsultua një nekromante. Harku i historise, se ti eshte një zbritje e vazhdueshme, nga vazhdosja të mosbindja, nga mosbindja të largimi hyjnor, nga largimi të mundimi shpirtëror, nga mundimi të dëshperimi, nga dëshperimi të okultizmi, nga okultizmi të vdekgja. Filistejti e gjeten trupin të në sermen, i prene kokën, i moren armet, derguan lajmetare ne të gjithë token filiste per të njoftuar fituren ne tempujt e idhujve të tyre të popullit, i varen armet i tajne tempullin i Astarotes, ti e fiksuan trupin i tajne murin i Betshenit, burat trimet e Gjabesh Gileadit, duke kushtuar se Sauli i kishte çliruar nga amonitet në filimta. Mbretërimit të tij, benin një marshimnati, hoken trupin, e mbretit të bevit e taj nga muri, i quan në Gjabesh, i dogjen aqete i varusen kokat e tyre në një pëme. Historia e Saulit përfundon në hi, literalisht. Por ajo që përfakeson mediumi i endorit vazhdon të jete e gjale. 3.000 vjet pas asaj natën e endor, kërkimi per kontakt me boten shpirtërore jashtë vullnetit hinor, vazhdon të levize miliarda njerëz, emrat kanë ndryshuar, teknikat janë sofistikuar, horoskopet shfaken në gazetat e aplikacione, letrattaro konsultohen në dhomata dekoruara ose video online, seonkat mediuniken dodin në kendrat e shperndara në qytetet e tjera, ritualet e tirgjes gjejnë hapesire në tradita që shkojnë nga ato popullore te ato erudite. Metodat janë të ndryshme, por impulsi është identik. Të grisesh velin pa kaluar përmes deres kë perëndia la hapur. Industria e okultizmit levis vlera, kë kalojnë $10 miliarde në vit vetëm në tregun, e astrologjise dhe taros. Sondajet tregojnë se me shume se 1/4 e popullsise në vendet perëndimor besonin ndonjë forme komunikimi me shpirtrat ose leksim të se ardhmes. Epoka digitale nuk i eliminoi magjepsjen pas okultes, e amplifikoi atë. Algoritmet rekomandojnë përmbajtje mistike. Rrjetet sociale i shënderojnë praktikuesit në influenciues. Atë që mediumi i endorit bente e fshehur në një shtepi fshati, miliona, e bejne sot në transmetime live per audienza globale. Bibla nuk e dënon kuriozitetin shpirtëror. Dënon drejtimin e këtij kërkimi. Venire kontrastin brendave të rrëfimit. I njëjti perendi që mbeti në heshtje para Saulit fliste hapur me Samuelin ndërsa profeti jetonte. Dallimi nuk ishte kurrë paftësia hijnore per tu përgjigjur, ishte gjendja e zemrës kipiste. Kur Sauli kërkoi udhëzim në vitet e para, mori përgjigje. Kur mosbindja e tij ndërtoi ngjemur midis tij dhe perëndise, heshtja erdhi gjosi braktisje arbitrare, por si pasogje e zgjedhjeve të perseritura. Davidi që vendesoi Saulin si mbret, gjithashtu përballë me momente krize ekstreme. Kur Amalekitet sulmuan Ziklagun dhe moren familjen e tij rob, teksti thote se Davidi u forkua në Zotin, perëndinë e tij, të konsultoi priftin Abiatar përmes efodit. Përgjigja erdhi e karte, ndiki sepse sigurisht do t'i arrishte do të slirosh gjithçka. E ngjashta nevojë për udhëzim. I ngjashti perëndi që konsultohet. Rezultate krejtësisht të ndryshme. Dallimi nuk ishte në intensitetin e kërkimit, por në marrëdhënien e kultivuar. Davidi pavarësisht të gjitha gabimeve të tij, mbante një zemër që kthehej perëndia në pendim. Sauli para dështimeve të tij kërkonte justifikimin e vend të rrëfimit.
Rruga drejt mbi natyrores legjitime nuk është një teknike, është një marrëdhënie. Tek I parim për shkon tek gjithë shkrimin. Në beselidjen e re, Jezusi deklaru, unë jam udha, e vërteta dhe gjeta. Askush nuk vjen te ati përveç se në përmjet megje. Pohimi është ekskluziv. Nuk ekziston dere anesore. Nuk ekziston rrugë I shkurtër mistike. Aksesi në mbi natyrën që Perëndia ofron kalon përmes një rrugë të vetme, dikgjë rrugë kanë gjë e merë. Mediumi janë dorit për fakeson të gjitha dajart alternativ kë ngjërezimi për piket të hape kur dera legjitime duket shumë e larg. Per fakeson pa durimin shpirtëror kë nuk duron heshtjen hijnore. Per fakeson iluzionin se ekzistojnë teknika të afta për të detyruar të padukshme të manifestohet nën komanden njerëzore. Per fakeson dëshpërimin kë pranon çdo ze kë premton udhëzim pavarësisht nga burimi. Por ajo per fakeson gjithashtu diçka që shumë I ngjorojnë. Praktikat okulte ekzistojnë sepse kanë një kërkesë reale për përgjigje shpirtërore. Njerëzit nuk kërkojnë mediume për thjesht argëtim. Kërkojnë sepse përbalen me humje që nuk mund t'i procesojnë. Kërkojnë sepse mbajnë vendime që duken të pamundura për t'u marrë vetëm. Kërkojnë sepse heshtja e qiellit kur vjen është e padurueshme. Problemi nuk ishte kurre kërkimi në vetvete. Ishte drejtimi. Dhe është saktësisht këtu kur refimi biblik ofron gjë alternative kë nuk kërkon rituale sekrete as ndërmjet të sues të ndaluar. Jakobi në beselidjen e re shkruan: Nëse ndonjërit prej gjush I mungon urtësia, le t'i kërkojë Perëndise, që u jep të gjithëve bujarisht dhe pakortuar dhe du t'i jepet. Premtimi është I drejt për drejte, dera është e hapur. Kushti nuk është teknika e duhur shpirtërore, por besimi I sinqertë. Historia e mediumit të endorit nuk është vetëm një regjistrim arkeologjik I praktikave të lashta. Është një pasqyrë që reflekton zgjedhjen që çdo brez duhet të bëjë. Nga gjëra anë, tundimi për të kërkuar pushtit shpirtëror përmes rrugëve që duken me të shpejta, me të aksesueshme, me të kontrollueshme. Nga ana tjetër oferta e një marrëdhënieje që kërkon besime dhe kur qielli duket I heshtur. Sauli zgjodhi endorin sepse nuk duroi do të priste. Rezultati ishte konfirmimi I rënimit të tij. Mediumi I endorit u zhduk nga historia pas asaj nate. Nuk e di me emrin e saj, origjinen e saj as fatin e saj. Por ajo per fakeson nuk ka pushuar kurre se ekzistuari. 3 vjet me vone, kërkimi per kontakt me botën shpirtërore 6 vullnetit hijnor vazhdon të levize miliarda njerëz. Horoskopet, letrat, seankat mediunike, ritualet, I thirrjes. Teknikat kanë ndryshuar por impulsi mbetet identik. Përpjekja njerëzore për të kontrolluar të padukshmen, ne vend këti besogje ati kë I krigjoj. Bibla nuk e denon kuriozitetin shpirtëror, denon drejtimin I këtij kërkimi. I ngjeti Perëndi kë heshti para Saulit fliste hapur me Samuelin. Dallimi nuk ishte kurre kapaciteti hijnor për tu përgjigjur, por gjendja e zemrës ke pjeste. Kur kenia njerëzore kërkon pushtit shpirtëror për t'i shërbyer vetes, gjen vetëm higje. Kur kërkon Perëndin e për ta njohur atë, gjen drite. Historia e mediumit të endurit nuk është vetëm një regjistrim arkeologjik I praktikave të lashta. Shtaja një pasqyre kë reflekton zgjedhjen kë çdo brez duhet të bëjë, nga cili burim du të pini kur qielli të duket në heshtje. Për të në ndihmuar të vazhdojmë prodhimin e këtyre dokumentareve dhe historive biblike, konsideroni blergjen e I bukut tonë me mbi 50 luçe. Shta një menire për të bekuar këti projekt dhe, në të njëjtën kohë, për të pasur një udhëzues shpirtëror për rrugët I mintuaq, linku për të siguruar të agjin është në përshkrim. Deri në videon që tërë.